Zonja Sadakat shkon të takoj Erxhumenti në burg. Ai reagon ashpër sapo e sheh dhe tregon hapur zemërimin dhe urrëtitjen e tij ndaj saj. Për shkak se ajo vendosi Xhianin në krye të familjes Alboran në vend të Shahinit, ai e konsideron këtë një tradhti të madhe. Ndërkohë zonja Sadakat qëndron e ftohtë dhe e përmbajtur përballë tij, duke ruajtur autoritetin dhe qëndrimin e saj të prerë, pa u lëkundur nga akuzat dhe reagimi i Erxhumentit. Ayla mbetet vetëm dhe fillon të reflektoj për të gjitha ato që ka dëgjuar nga Xhian, zonja Sadakat dhe Demiri. Mendimet e saj janë të ngarkuara dhe ajo ndihet e pasigurt për çdo hap që duhet të marrë. Pas kësaj Ayla i tregon Nare se ka vendosur të shkojë të takojë avokatin e saj. Nare e këshillon të tregoj shumë kujdes me atë njeri, duke e paralajmëruar se mund të mos ketë qëllime të mira. Ayla e dëgjon këshillën e saj, por mbetet e vendosur të vazhdoj me planin e saj. Xhihan këmbgul që Shahin të mos jetë në dieni për atë që ka thënë Adimi. Ai mendon se kjo e vërtet nuk duhet të dalë në dritë tani dhe se Shahin nuk duhet të përfshihet në këtë çështje. Nga ana tjetër, Denizi tregon Nare se nëna e tij Ayla do të shkojë të takojë një burr që quhet Demir. Nare shqetësohet menjëherë kur e dëgjon këtë. Ajo përpiqet të lidhet me Xhihanin dhe Kajen, por nuk ja arrin dot. E shqetësuar dhe pas zgjidhje tjetër, Nare telefonon zonjën Sadakat. Zonja Sadakat lidhet menjëherë me Xhihanin përmes radiomarses dhe njofton se Ayla po shkon të takohet me Demirin. Sapo e merr vesh këtë lajm, Xhihan niset menjëherë për te Ayla pa humbur kohë. Ayla shkon të takohet me Demirin. Ai i propozon një marrëveshje të rrezikshme, i kërkon që të bashkëpunojë me të. Demiri vendos një kusht të rënd. Ayla duhet të pranojë të martohet me Xhihanin në mënyrë që ai të arrijë të shkatrojë familjen Alboran nga brenda, duke pasur Aylën si bashkëpunëtore. Më pas Demiri e kërcënon hapur duke i thënë se, nëse nuk pranon, jeta e Denizit do të jetë gjithmonë në rrezik. E tronditur dhe e frikësuar, Ayla largohet pa pranuar marrëveshjen, duke i thënë se ajo dëshiron vetëm të largohet nga kjo situatë. Në atë moment bërin Xhiani dhe i kërkon llogari Aylës, duke i pyetur prej kohësh se ajo ka kontakt me Demirin. Ayla mbetet në hishtje, ndërsa në mendje i vijnë kërcënimet dhe fjalët e rënda që i tha Demiri. Xhiani këmbgul dhe i kërkon Aylës t'i tregojë se për çfarë ka folur me Demirin. Ayla e rrëfen se Demiri i ka thënë të bëhet gruaja e Xhianit, në mënyrë që ai të ketë një njeri brenda konakut që të bashkëpunojë me të. Me ironi dhe dhimbje, Ayla e pyet: "Ti do martoheshe me një grua të tillë që mund të të tradhtojë?" Xhiani përgjigjet me vendosmëri se Ayla nuk ka një natyrë që bën pabesi dhe se po, ai do të martohej me të sepse i beson asaj. Demiri sheh Aylën dhe Xhianin bashkë dhe fillon të tallet me ironi. Xhian nuk përmbahet dhe e godet. Gjatë përplasjes, dora e Xhianit plagoset. Ayla e vëren dhe i kërkon ta ndihmojë, por në fillim ai refuzon. Më pas e pyet pse nuk i kishte treguar që Demiri e kishte kontaktuar dhe kishte folur me të. Ayla i përgjigjet se gjithçka që ka bërë vetëm për djalin e saj dhe se prandaj pranoi të dëgjonte Demirin. Baba i Demirit e qorton ashpër duke i thënë se po merret me një grua dhe një fëmijë vetëm për akmarrje. Ai i thotë se kjo nuk është rruga e duhur, por Demiri nuk pranon kritikat. Ai e quan të atin frikacak dhe thotë se po të ishte xhaxhai i tij gjallë, hakmarrja do të shkonte deri në fund pa u ndaluar. Nare i kërkon llogari Aylës pse shkoi tek Demiri. Ayla i thotë se shpresonte që Demiri ta ndihmonte të largohej nga vendi, ndërkohë Sadakati i jep urdhër që Deniz të merret nga shtëpia e Nares dhe të kthehet në konak. Ayla e dëshpëruar niset pas djalit të saj. Xhiani merr një mesazh nga Mine, ku ajo i thotë se e dashuron shumë dhe se ka ardhur koha të largohet nga jeta e tij. I shqetësuar ai niset menjëherë drejt shtëpisë së saj. Gjatë rrugës i kthehen në mendje kujtimet e dhimbshme nga e kaluara, kur gruaja e tij Sheida kishte kryer vetvrasje. I përfshir nga frika se historia mund të përsëritet, Xhian përpiqet me çdo kusht të ndihmojë Minen. Përballë konakut, Ayla përpiqet të takohet me të birin, por hyrja i ndalohet. Ajo lutet që të shohë Denizin, por zonja Sadakat nuk pranon në asnjë mënyrë. Në të njëjtën kohë, Xhiani njoftohet se Mine është jashtë rrezikut për jetën. Ayla është shumë e tronditur dhe e dëshpëruar, merr makinën me qëllim të thyej portën e konakut. Xhiani del përpara dhe përpiqet ta ndalojë, por Ayla nuk ndalet. Ajo e thyen portën dhe futet brenda në konak. Zonja Sadakati thot prerë se ndalohet të takoj Denizin.
sepse ajo e ka tradhtuar familjen duke bashkëpunuar me armikun e tyre. Pavarësisht kësaj, Ayla qëndron e vendosur dhe i përgjigjet se, edhe sikur t'ja marrin jetën, ajo nuk do të largohet pa parë djalin e saj.